Pas rreth 3 javësh në krye të policisë së shtetit, Skënder Hita ende nuk ka realizuar lëvizje interesante në krye të drejtorive të policisë dhe shefave të komisariateve në qytete. E vetmja firmë që ka hedhur deri më tani është ajo e komandimit të Oliger Torbës në krye të policisë së Fierit, pasi kreu i policisë së shtetit e la atë vend vakant me ngritje në detyrë. Burime për BoldNews.al thonë se Hita, fillimisht, ka menduar që emërimet e reja t'i krye pas ndryshimeve të pritshme në ligjin për policinë e shtetit, i cili mund të kalojë në parlament në mesin e muajit maj. Ligji i ri synon të rregullojë disa aspekte të rrëmujshme të atij që është në fuqi, sa i përket kushteve dhe kritereve për emërimin e drejtuesve të lartë të uniformave blu. Megjithatë, koha e nevojshme që i duhet për miratim kuadrit të ri ligjor është më e gjatë se sa ajo për të cilën ka nevojë Skënder Hita që të riorganizojë strukturën sipas vizionit të tij. Ndaj, duket se kreu i ri i policisë së shtetit ka nisur të marrë masat e tij. BoldNews.al mëson se Skënder Hita ka shfrytzuar fundjavën larg syve kurioztar të administratës për të zhvilluar kontaktet e para me funksionarë të rëndësishëm të policisë së shtetit në qarqe. Redaksia mëson se Hita ka pritur në mënyrë individuale drejtor aktual të policive vendore në qytete të ndryshme, por edhe funksionarë të tjerë me gradë të lartë, të cilët nuk kanë pozicione të dukshme. Për momentin, është e paqartë nëse Hita u ka sugjeruar drejtorëve aktual ndonjë rokadë të mundshme, përfshirë lëvizjen nga një qytet në tjetrin, ose u ka bërë të qartë që ata nuk përfshihen në planet e tij organizative. Megjithatë, fakti që në takimet informale Hita ka thyrur edhe oficer policie që nuk kanë aktualisht funksion drejtues, krijon premisat se mund të ketë lëvizje në një kohë sa më të shpejtë.